Lajmi i keq nga Gjermania. Gjermania ndalon pro ndihma sociale për të gjithë pro banorët e saj. Pavarësisht a është gjerman apo është i huaj, pro i ofrohet mundësia, është në gjendje pune dhe nuk punon, refuzon pro të punoj, në të ardhmen nuk do të marrin shtesa apo ndihma sociale që i quajmë na Shqip apo për ndryshe në gjuhën gjermane Bürgergeld. Unë vëllezën e motra e poshtë arsysh me t'ju njoftoj. Ndoshta është lajm i keq, por çka është edhe e mira në këtë lajm? Do të ofrojmë pro shkollime profesionale, falas, që të keni mundësi të shkolloni në kuadër të programit të tyre, që të mund të gjeni pro punë më lehtë dhe të merrni pro pagë më të mirë. Por i lajmi i keq është për ata të cilët nuk dojnë të punojnë dhe janë mësuar pro të jetojnë nga ndihmat sociale, thotë nëse nuk i përgjigjen ftesës për punë disa herë, do të marrin thotë 0 euro. Sy intereson çysh e pagun banesën, çysh jetë gjallë, pro do të ketë ndryshim të ashpër në këtë drejtim. Pro kanë rënë dakord të trija partitë që kanë bërë koalicion për këtu në Gjermani. Edhe në këtë formë pro po arrit të formohet edhe qeveria. Unë nuk po e komplikoj këtë video, do t'ju njoftoj pro në videot e mia të radhës, sa i përket ligjeve që do të hinë tash në fuqi në këtë koalicion pro që po formojnë një qeveri të re, sa i përket mbylljes së kufive, sa i përket shumë gjëra pro që do t'i kthejnë njerëz tash ata të cilët janë refugjat, nuk do të pranojnë refugjat të ri. Por nuk po e komplikoj më shumë këtë video, veç ju përshëndes të gjithëve, ju dëshiroj gjithat mirat me respekt. Muhamet Bajrami Mehmeti, kaloni sa më mirë.